Të nderuar shok e koleg, miq, të nderuar antar të shoqatës kombëtare të ushtarakëve në rezervë. Sot jemi në qytetin e Korçës, ku kemi sekretarin e përgjithshëm të shoqatës kombëtare të ushtarakëve Dega Korç, zotin Arapi Godolesh, me të cilin po bëjmë një bisedë të thjeshtë për aktivitetin dhe eksperiencën që ka kjo shoqatë që nga krijimi i saj dhe deri më sot në mbrojtjen e të drejtave të ushtarakëve, në ruajtjen e traditave historike të ushtrisë sonë, në qëndrimin afër antarësisë së shoqatës, në problemet e ndryshme, qoftë në gëzime, qoftë në halle, apo hidhërimet që kanë familjet e tyre. Zoti Rapi, unë me sa e pash kështu, unë kisha ndëgjuar për shoqatën tuaj që ju keni goxha aktivitet, goxha ngjarje, keni një antarësi të spikatur të ushtarakëve, sepse divizioni Korçës ka qenë një nga divizionet tona model edhe me një nivel të lartë kulturor, po shoh dhe dokumentat që ju keni këtu, me cilët shifet qartë që ju keni bërë një punë të organizuar në ecorinë e shoqatës së. Unë dua të di diçka më tepër, sepse ju jeni dhe nga veteranët e shoqatës këtu në Korçë, dhe shoqata e ushtarakëve në Korçë i është bashkuar shoqatës kombëtare që në vitin 1996 apo 95. Unë do doja të dija si filloi shoqata juaj dhe cili ishte nga problemet e para që ajo u përballën. Një ndër të parë, unë ju falenderoj juve për intervistën që drejtoheni shoqatës tonë. Neve sa po kaluam 29 vjetë që jemi formuar, që në data 8 prill 1996. Si fillim e nisëm Bashkimin Vullnetar të Ushtarakëve, mbi bazën e orientimit të shoqatës kombëtare, ku drejtonte shoku Zyti Kroj. Këtu e mori drejtimin i ndjeri Kiçotele. Sa po ishte liruar nga ushtria, në kohën e reformave ushtarake, na organizoi të ishi senatoriumi i Korçës, në një vend pa emër, në shesh, në natyrë. Aty dhe unë e plot sot të tjerë regjistruam antarësinë, zgjodhem një kryesi që kishte qenë edhe titullar në organet drejtuese të ushtrisë, të divizionit të Korçës, edhe sa ndemi mori gradualisht formë shoqata, treguan antarësia më interesuar. Pra kishte një entuziazëm, një dëshirë. Kishte dëshirë të madhe për të organizuar. Për të organizuar edhe më shumë për të ngritur problemet të fitonin të drejtat e tyre. Që shqetësojnë ushtarakët. Aq më shumë kishin informacion e dur për status të ushtarakëve që qef mirator nga Kuvendi i Shqipërisë, që në të dyshin. Por hapa konkret? Por hapat konkret ishin zera. Po delin shokët në lirim në kuadrin e reformës, edhe po delin me një ekonomi të dobët. Po përballeshin me vështirësi nga më të ndryshme, nuk po vinin re me, po drejtoheshin edhe Lopatës, edhe Llaçit, këta oficerë me akademi, me shkollë të lartë, po i drejtoheshin nga nevoja për të ushqyer familje. Një ndër ta kam qenë unë. Në të gjasën, unë kam filluar Maragos. Edhe sot që jam në këtë moshë, unë vazhdoj të ndërtoj parkete në për familjet e fitkarë. Nuk do të ndalim të ana ime, se ka plot të tjerë që kaluan
edhe në shica ambulantë. Po, kaluan edhe një stres. Edhe një Edhe një stres të jashtëzakonshëm. Shumë veta, edhe u munduan me medikamente të qetësoheshin. Një pjesë. Pra ishte një situatë e vështirë për Një ushtarak. situatë shumë e vështirë. Dhe kjo ishte një domosdoshmëri. Po, Domethënë krijimi i shoqate të tillë ishte një Kjo- domosdoshmëri për kohën. kjo na detyroi ne që në programin e punës i shoqat të ngrinim problemet të para, të ngriheshim të protestonin në mënyrë paqësore dhe në mënyrë shumë të organizuar, me pankarta dhe me parulla. Unë, Pali Marko, me Dervishi e shumë të tjerë ndërtonin parulla natën edhe të nesmen i mbanin në dorë e dilin përpara Pra demonstranëve. ju edhe nga Korça shkuat në demonstratat që u bën në Tiranë. Po, Me shpenzimet tuaja. me shpenzimet tona, Domethënë kushte ekstreme, domethënë të ekstreme kohës që- edhe në i farë represioni Itim- nga shteti e nga tjerat pra. itim nga ekonomia e familjes edhe dobësojnë ekonominë me vetë fitojnë drejtë. Edhe më në fundi arritëm që me 1 janar të netës arriu që miratua Pra- pjesërisht status si ushtarak. Pa. Por u arrit një farë rezultati, një farë. Por, desha të them, jo plotësisht, deri në 2009, në 15 maj, 2009 doli ligji i famshëm i Sali Berishës, po flas me emra konkret, se nuk jam ekstremist, por që ai ligj e 10/42 nuk e plotësoi të tërë statusin ushtarak. Nuk duhet të përqendrohemi në disa gjëra elementare. Pra, Po ta shikosh, jemi këtu gjithmonë në punën e shoqatës. Një nga aktivitetet kryesore të shoqatës me krijimin e saj ishte mbrojtja të drejtave të ushtarakëve. Dhe shoqata kombëtare e ushtarak Dega Korç ka qenë një nga më aktivet në këtë drejtim, të cilën ju e keni përjetuar vetë, domethënë bashkë me shokët. na është me dashur disa herë të ndërhyjmë në sigurinë shoqërore për një ligj që kishte dalë në Treshin 80-25, nuk kujtohet konkretisht, në një 6 që thoshte kur dalin ushtarakët në moshën 47 vjet, fitojnë pension parakohshëm. Në 15 vjetë, burrat e 12 gratë hyn në status, por kush ka mbushur 15 vjet fiton 50% të rrogës, edhe çdo vit mbi 15-ën i shtohen 2%. Në fakt, kur kalonte i shtohen, por kjo pa kaluar pensioni maksimal shkallvendi. Tani, disa e merrin si shumatore. Pika A, 50%, pika B, mlisin 2% më shumë, edhe i bën shumë. Kjo ishte e gabuar, ligji që shprehur dhe ligj vendsi duke kishte saktësuar. Pika B, dushe mos kalonte pensioni maksimal shkallvendi. Shoveta ju drejtojnë gjyqeve. Ndërta jam dhe unë, që edhe sot e kësaj dite kam 2013, 2025 janë 12 vjetë që nuk e zgjidhur problemi tim. Pse? Se masa që do nderte mua derte mbi këtë, por ka tavan. E ky tavan në 2015 u largua për ata që mbetën në detyrë. Kurse për ne që dolën para 2015 në pension, është me Pra, tavan. ka një trajtim të diferencuar në këtë, në formulimin e këtij ligjit, i cili nuk po zgjidhet. Pra, kjo ka qenë një nga detyrat kryesore me cilën është marrë shoqata, por dhe juve, domethënë si person, sepse jeni dhe të prekur midis shokëve, kolegëve, jeni të prekur dhe ju direkt nga ata. Si shumë të tjerë, asnjëherë vetëm, si shumë të tjerë. Edhe ligjërisht gjykatat, kur ne jemi drejtuar, pjesërisht i kanë trajtuar dhe kanë marrë. Atë pjesërisht nuk i kanë trajtuar. Kjo tregon që dhe gjyqësori nuk është. Sa del një ligj i unifikimit në 2019, i unifikimit me zaganjori në kryet, nuk lejohet. Prapë mbas asaj date disa e morën ligjin, disa nuk e morën. Pra që nuk ka patur një dakordësi, edhe një dakordësi nga të gjitha institucionet. Tashi ju na folët gjëra gjatë për këtë përpjekje të vështirë
e cila kërkon impenjimin e strukturave përkatëse edhe shtetërore dhe ligjore, që ky problem të zgjidhet një herë e mirë. Koha do bëjt vetën edhe mundësit janë, domethënë, vetëm mungon ajo dëshira dhe vullneti. Një nga drejtimet e tjera të punës suaj si shoqat, që Ky ne është mund ta drejtimi më shumë nga ana sociale e fitimit të drejtave të ushtarakëve, të cilët kanë kontribuar në lartësira të mëdha. Edhe nuk kanë përfituar atë që mendojnë të fitojnë. Po, do të them tjetër, neve në organizimin e punës tonë nuk kemi harruar asnjë të respektojmë të rendit. Është gjëja më madhore që neve të rendit e luftës arsimtare në 5 maj ne vëmë e respektojmë atë datë, pasi kemi folur në institucionin e teatrit Anton Zakoçajupi të Grumulluar, kemi vajtur vërtetësmore, kemi nderuar terrenët së bashku me veteranë edhe plot shoqata organizata të tjera, por dhe me 10 korrik. pra ngjarjet kryesore të popullit edhe të ushtrisë, Të ushtrisë, ju i keni përkujtuar rregullisht. Kemi programuar edhe i kemi zbatuar Pa. me një pjesëmarrje të konsiderueshme. Këto kanë qenë djetë më madhore, pastaj po të hyjmë në tutje, unë do të shpreh sepse 3 probleme kryesore në probleme sociale të ushtarakëve. Kemi festuar ditëlindje të ushtarakëve. Por këto gjithnjë kur janë moshat madhore. Se themi që se ditëlindja feston rezultate tjetër që ka arritur në këtë ditë. Se për të ardhmen nuk e di çfarë do arrijë. Sukseset e të metat që ka përballuar. Kështu që neve mbi 80 vjet, 85 vjet, 90 vjet, 95 vjet, i kemi vajtur në familje. Qinqe nuk keni arritur në qinqe. Deri në qinqe nuk kemi arritur, prej se mendojmë, edhe unë do t'jemi pari ma me mendje. Po, që ta. Po, inshallah shu qoftë. Po, E ashtu para qoftë. kjo, edhe tjetra, kur ka patur në gjirin e ushtarakëve persona të cilët ka qenë me probleme të rënda shëndetësore. Ne jemi ndodhur pranë. Si ta kuptojmë te? Kur ka qenë në spital, i kemi vajtur në spital. Kur ka dalë në spitali, smundja ka qenë si shtash, serioze, i kemi vajtur në familje. Me diçka simbolike, sa i kam patur mundësinë. Dhe e fundit, nuk kemi lënë pa nderuar ata që largohen, kolegët tanë nga jeta. Edhe kemi parë me përparësi, me pjesëmarrje, sepse janë larguar edhe të moshuar, trupat lodhur, po dhe të rinj. Pa menduar se nuk mund të themi dot se s'ka njeri të shkruajtë në ballë se kur do vdes. Neve jemi mbledhur grupuar, kemi përgatitur materialin për të folur, kemi bërë kurorën, kemi vajtur edhe në familje pas ndodhisë. Edhe kemi bërë dhe vlerësimi pas vdekjes. Edhe ndërkohë, në këto data që nuk e përmenda me lartë unë, kemi bërë vlerësime si nderi shoqatës, si kontribusë ndër vite, si ushtarak ndër vite. Vazhdimisht nuk e kemi harruar njerëzit. Edhe ata ndihen mirë, këta kemi rreth 200 këtu brenda. Pastaj kemi edhe ersekën, kemi formuar atje. Se është qarku komplet i Korçës. Po. Kemi edhe Bilishtin, bashkinë e Bilishtit, kemi bashkinë e Maliqit, kemi bashkinë e Pogradesit. Edhe këta i kemi organizuar në ndegë. Tani kemi të metat tona, nuk duhet të rrim ashtu. Ka vështirësi, domethënë se kjo është një punë vullnetare që ju me sa shikoj unë pavarësisht se vështirësive ju e jeni përpjekur ta organizoni. Ta mbani gjallë, domethënë atë shoqatën me aktivitete, me vëmtari, me përkujdesje, sepse ajo është shumë e drejtë, ju bëni një përkujdesje sociale, humanitare, fisnike ndaj ushtarakëve. Tash fenomenet e ndryshme që ka ndodhur në shoqërinë shqiptare, emigracioni, ka shumë ushtarak që jetojnë vetëm me gratë, fëmijët i kanë larg. Dhe kur ne i shkojmë si shok e koleg, ne ngrofim atë sa i fëmijët i vinë njërë në 2 vjeta, njërë në vit kur i vinë. Por ne i shkojmë dhe respektojmë, edhe ai ndjen një farë ngrohtësie. Kjo është një nga gjërat më humane dhe më fisnike që ju keni bërë. Edhe një gjë të ndërpres,
më falësh, neve jemi mundur të mbajmë dhe lidhje edhe me shoqatat ndërkufitare. Mase andej nga rrethet e tjera mund të ketë të njëjtën gjë si puna jonë, por ne kemi me këta të Maqedonisë. Edhe në kanë ardhur, edhe ju kemi vajtur. Tani presim që të vem prapë. Rallë keni ju që të shkoni, si mbas të rotacionit. Eksperiencë më shumë, edhe ata, kur kanë ardhur këtu, i kemi qonë në bashki, e falenderojmë bashkinë nga kjo anë, i kemi qonë në bashki, në kanë pritur, ju kanë dhënë diçka simbolike, jo libra, jo kaseta, jo tjera. Edhe ata kanë ardhur me pesheshit, me thënë simbolike. Janë gjëra shumë të mira këto, i kemi qonë në muzeumi i luftës këtu, kemi qonë në Moskopoj, në vend turistike. Dhe gjëra të cilat edhe javlin, edhe ata kështu kanë bërë, edhe në Linë i kemi shper neve, edhe në muzeu i Pogradesit. Pra me një plan konkret, me një protokoll të veçantë për pritjen e këtyre. Këto organizime edhe në ka pëlqyer, po u desha të them te. Edhe presidenca jonë ka qenë pranë nesh. Nuk duhet të harroj kur. Mbështetja e presidentit. Që me të parin Zudikroj, me Di Bogacin, Thoma Kondorin. Ka qenë pranë gjithmonë edhe Zoti Hamit. Zotin Hamit me gjithë Bermollën, me gjithë Enver Hajdarin, edhe ajo zonja Liliana. Edhe ajo. Janë njerëz të mrekullueshëm që kemi në kryet neve. E sot me diun që ndjes pas. Tjerë të kemi gjatë. Dhe ne kemi vajtur shpesh, edhe kemi folur, edhe kemi kërkuar drejtat tona. E drejta jone e para është kemi vend për banuar, për ku të punojmë. Një ambient. Po një ambient. Kemi trokitur në dere bashkisë. Kemi bërë letër Ministrit Mbrojtjes. Vetëm fjalë boshe kemi marrë. Bashkëpunimin me institucionet e pushtetit këtu në Korçë, tash unë po shikoj që ata duhet normalisht se një zyrë për shoqatën mund ta kishin gjetur në gjithë këto hapësira që ata kanë pasur. Kemi marrë kontakte direkte edhe me shokun Niko Peleshi, me shokun Raqi Filo. Sa na shikon neve, e di që për ashtu do ta mundohet. Edhe qeshin edhe kështu na e kalojmë me pak humor aty jetë. Mirë është që këtë brez, ky brez sot është gjallë, nesër mundet të largohet si asgjë s'ka mbetur i përjesur, por lere ta zhvilloj aktivitetin. Se nuk duhet të presim neve të përcaktojmë luftë pa të kërkojmë ndihmën tonë. Se vetëm ajo detyrojnë që pastaj po është vonë atëherë. Atëherë është vonë. Ora neve sa të kemi shpirtin ndërdhem, do ta bëjmë detyrën tonë. Unë atë mërtajnë ta zbërtej me dhem tani, e di. I ati profesioni jam, apo topit 75 apo dita. Po s'ka ardhur kjo, që të kërkojnë ndihmë ata. Kërkojmë neve një dhomë. Që ju të organizoni më mirë punën edhe me ushtarakët edhe më ashtu. Divizioni Korçës, unë e di që ka pasur, të thash që në fillim që ka pasur nivel kulturor të arrirë ose të kështu, ka pasur disa krijues të fushave ndryshme, të tregimit, të poezisë, të artit, të kulturës. A vazhdon ajo traditë në... Shumë mirë pyetja me vend, edhe nga radhët tona të ushtrisë ka patur, si të them unë, kolegët tanë që ka patur damar për të shkruar, po flas me gjuhë popullore. Një ndër ta kemi kryetarin e shoqatës tonë, zotin Maksim Fezullaj. Kemi patur ndjes pastor Izabaku, ka shkruar disa libra. Kemi Vasilika Topin, kemi Thanas Langozin, që shkruajnë vazhdimisht, edhe në kujtime, shkruajnë e curinë në ndërvite të karierës tyre në ushtëri. Edhe të tjerë që s'po kujtohen për momentin. Para, këto e vazhdojnë aktivitetin? Po, vazhdojnë dhe her pas here kanë nxjerrë libra
edhe na kanë dhuruar libra, kemi dhurata për tyre. Ju më keni bërë në i promocion të në njeri? Mos themi edhe më falë se harrova e Miftar Xhakollari, që kanë bërë librin së bashku me Maksi Fezullan, libri Qafa e Kazanit, një vend i vështirë, dhe parti 53-33, është pranë malit Gramozit, ku filme me Greko. Pra, kjo traditë vazhdon. Po, kjo vazhdon. Edhe sot. Se kanë ndërprer, vazhdon edhe sot, edhe ta nuk e kanë ndërprer aktivitetin. Zoti Rapi, ju keni zhvilluar një serë aktivitetesh, se gradualisht pa afrone 30 vjetore dhe megjithënë unë me sa më treguat, por edhe me sa shoh këtu në dokumentat që ju keni, shoqata ka pasur një veprimtari të pasur, edhe sasiore dhe cilësore. Po për këtë vit, çfarë keni menduar kështu që mund të zhvillonin një aktivitet me shoqatën që keni planizuar? Në një jetë të veçantë, përsi aty, nga ato që kemi bërë, nuk kemi, veç takimeve, veç respektit të këtyre datave historike që asnjëherë nuk do t'i lëm sa të manifrim. Në një jetë të veçantë, presim në sipër, në lartë, në presidenca, sepse orientimet nga ata i marrim, ja ata spongojnë me informacionin që na japin. Kërkojmë një diçka që presidenca të ndërhyjë për këtë ndryshimin e atij ligjit tavan, të ndërhyjë pranë Ministrisë Mbrojtjes, pranë Ministrisë Ekonomisë, që të largohet ai ligj dhe të fillojë qoftë edhe nga kjo datë që merret vendimi të llogaritën pensionet, se mendjen njerëzit atje kanë te trajtimi ekonomik i ushtarakëve. Edhe e dyta, ne mendojmë që sikur të pajisë një pjesë kuadrësh me uniformë, që kur të bëjë një mbledhje në Tiranë, të jenë me një uniformë ushtarake, siç kemi parë ata të natës. Që në raste të tilla veshin uniformë. Veshin uniformë, edhe për 5 majnë veshin uniformën, edhe për 29 nëntonin, për 10 korrik. Ata që janë një pjesë, në temi të gjithëve të kemë uniformë, një pjesë që janë në kryesi, që lëvinë dhe trajtojnë në këtë formë. Këtu tash në këtë periudhë parlamenti miratoi dhe atë ligjin për shërbimin rezervist. Edhe kështu unë se dëgjojmë që gjithandaj është një opinioni është interesuar për këtë ligj. Edhe shoqata juaj besoj se kanë një lloj mendimi direkt nuk ka ardhur në një udhëzim i veçantë për këtë vetë. Fonogram ose si themi ne që të ndërhyjmë, që të japim emrat e personave të cilët janë të përgatitur si ushtarak dhe janë në moshë që... Por ju jeni të gatshëm që këtë ndihmë të afroni. Nëse kjo kërkohet, ju... Të vishen detyrë, se ka plot vete që janë 50 vjeç, 55 vjeç, 60 dhe 65 a është kontribus. Po edhe jetë aftë fizikisht edhe kështu. Fizikisht dhe bëjë stërvite. Me që kërkohet, të tërë në kodë e natës, edhe të shtetet për rreth e kanë. Dhe të neve, pse tjetë kjo, pse të mundoj? Mire është tjetë. Edhe neve s'ta ka ardhën gjë, sepse unë i nëzirë se i kam listat, kam regjistrat e miltarë, po të ushtarakëve edhe mund t'i nxjerrësh. I ndihmon këto qendrat e personelit rekrutimit. Unë duhet të jetë këtu në Korçë, është këtu. Mund t'i ndihmosh në këtë fushë. Ku e kanë zyrën këta në bashki? Ne kanë këto afër te ish policia e vjetër. Aty e kanë. Po mirë, domethënë. Ne i njohim ata, i kemi dhe anëtar të shoqatës, njëri është ju bashkëpunoni me ta. Bashkëpunojmë. Kam 2 anëtar shoqatës, kurse një është oficer aktiv, ata nuk janë anëtar. Sot tash ne po e shfrytëzojmë këtë bisedë sepse ju sot përcollët edhe një shok, një koleg. Domethënë të ndjerin Thoma Kurtigji, të cilët ju ja bët nderimet
ashtu si që i takon një ushtaraku, me ato mundësi që kishit kur ju bashkë me disa shoku përkushtuar për ta përcjell ashtu si duhet kolegun dhe mikun tuaj. Është e vërtet. Neve e kishim koleg, edhe si çdo lloj kolegu tjetër, nuk mund të bëjmë ndarje ose diferenca, por ai që një kuadër madhor. Po them madhor, jo thjesht se ishte kolonel, po ishte njeri madhor, ishte njeri fjalmatur, ishte njeri shumë i dashur. Nuk e di, unë jam shprehur dhe aty material, neve vajtëm në takime familjen djenë, morëm pak të dhena që kishtë nevojshme, me gjithë pjesërisht i kishim, edhe përgatita materialin gjevër të vonë. Sot e printova në këto institucione që kam printa, vajta në familje, me 2-3 veta të ngushtë. Ky shi vllai Gjikurtiqit, që se e njihni. Po. Edhe ata u befasuan. Nga angazhimi juaj në këtë, po. Edhe nga serioziteti nga mirë përgatitja e materialit. Ishte befasi për familjen kjo. Se ata nuk e prisnin kështu që shokët e kolegët të shkonin. Dhe përlotën ata që ishin pak përgjishëm, i bëm kuror, u mblodhën gjithë ata ushtarak, shumë ushtarak, që digjitoze pjesëmarrja, i kam shkruar të emrat e tyre, dhe e përcollën me gjithë derimet e duhur. Kjo tregon edhe rolin e shoqatës, se tashin e themi çfarë bën shoqata. Po mirë mund të tashin ta marrim ashtu në raket s'do bëjmë, po ja këto janë ato probleme të përditshme, të cilët do t'i trajtojmë. Është një fitim pruse. Dhe kjo është shumë serioze se ne kuadrat ushtarak kemi edukuar me disiplinë. Edhe po kështu, cilat mendon se janë disa nga vështirësitë, se ju me sa shikoj unë këtë angazhim që bëni juve, edhe një rrogtar i mirëfillt, në ushtrinë tonë, nuk i ka kështu dokumentat. Nuk i ka. Tashi, cila është nga vështirësitë që mendon që po kalon shoqata në futjen e elementit të ri që do zvendësoj, se tashi si kini këto? Do të them edhe këtë, nuk është ta mbajmë sekret. Ka dhe njerëz të cilët janë skeptik. Nga vetë natyra, unë nuk duhet të shes bojë që jam i miri të tjerëve, por nuk e marrim me seriozitetin e duhur. Ama çfarë po na bën shoqata? Ja çfarë po na bën shoqata? Me to shprehje i qëndrojnë larg edhe indiferent. Edhe shikojnë me veftësinë. Mirë, po nuk paska gjë më të mirë se ti jesh bashkuar. Unë kështu këtë mendim kam, mase nuk është aq saktë, po jam kur je i bashkuar, ndihesh i kënaqur. Ndihesh vetvetja. Po je i veçantë je hiç. Nuk e di si do kuptojnë dëgjuesit, po. Pra, ju mendon që duhet një angazhim nga brezi i ri i ushtarakëve që del në reformë, del në rezervë. Sepse mosha do bëhet vetëm, jeta do bëhet vetëm, brezat do të freskojnë njëri tjetrin, se kjo është ligji i natyrës. Dhe pra shoqata po has në këto probleme, në këto vështirësi. Ne kemi një kryesi prej 11 antarësh, edhe 4 kryetarët e atyre bëjmë 15. Të gjithi kemi angazhuar me detyra që të futin në radhë e shoqatës element të tjerë të rinj, edhe nëse ndonjëri është skeptik, le ta marrim me vete e të bisedojmë. Pse qëndron larg? Qa të bëhet ty një takim me rastin e fesën ditë korrikut? Qa të prish ty të vesh i dorë lule së bashku me shokët në vërejët e shtonë? Kur përcjellin shokët. Ose qa të bën kur festoni ditëlindjet vish të pishi i gotë me shokët. Vesh se buzëqeshje, vesh se të dhurojnë dashuri, edhe një i panjohtur me atë rast një.
Po, tash pak a shumë njihen me njëri tjetër, po gjithsesi ka sepse brezat Neve nuk e kemi bërë privatisht që të vej kryetari dhe sekretari, po i aktivizojnë të tërë të marrin pjesë në këto veprimtari. Njerë tjetër, O, shumë bukur. Me qëllim që t'i respektojmë të Të gjithë. respektojnë të tërë, se shoqata private. Po. Shoqata e shoqate. Pra, kjo është një... Edhe me kod pa kufizuar. Rri 5 ditë dhe 5 vjetë dhe ikë. Se të vjen kej për 5.000 lekë në vit. Se kështu është. Për i 5.000 lekë në vit, kur ti lej i 5.000 në ditë, e lë në klub, në vit keq. Kjo nuk ka Është për... Kështu... Kjo është një eksperiencë, mendoj unë që për kohën edhe situatën që kalojmë tash, kjo është një eksperiencë që ja vlen ta ndjojnë të gjithë, me qëllim që ju pavarësisht se keni pretendime ndaj vetes, por shoqatat e tjera në përrethën, në përqarqe, duhet të marrin diçka nga eksperienca juaj dhe ta shtrinë edhe në qarqet e tjera. Edhe në qofë se, falë si po të ndërpresë, qofë se ata kanë, më mirë se ka që, le ta japin, sepse kemi dëshirë, kemi nevojë për bashkëpunim. kemi bashkëpunim. Në këto gjëra nuk ka xhelozi. Rëndësi ka që ne, si ushtarak, të jemi më të bashkuar, më të dashur me njëri tjetrin, ashtu siç thatë ju, më të përzemërt, të lëmë me njanë shumë gjëra që mund të na ketë diktuar e kaluara detyrat e ndryshme e tjera dhe të shikojmë jetën edhe tonë personale, edhe të shoqatës e të gjithë. Unë do t'ju uroj shumë, ishte kënaqësi që ndendëm bashkë dhe t'u uroj shumë shëndet, t'u uroj shumë për fëmijët e tu që i ke jashtë ashtu si dhe ne dhe shumë ushtarak tjerë. Dhe shoqata e Korçës Kënaqësia të jetë gjithmonë në pararoj të shoqatave, se unë po shikoj që kjo është një punë serioze që ju keni kryer në këtë shoqatë. Kënaqësia është edhe ime. Është e parë që jap intervistë edhe ndihem shumë i kompletuar që shpreva të gjitha çfarë kam në zemrën time. Në të ardhmen, mendoj se më mirë do të heqim në veprimin edhe urdhrat, themi kështu, udhëzimet e presidencës tonë, edhe në një bashkëpunim sa më të ngushtë me shoqatat homologe, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë. Të keni shëndet, bashkë me kryetarin, kryesin edhe gjithë antarësinë që keni. Korça është Korçë.